Libur Aliun e kam mik. Libur Aliun e respektoj. Dhe Libur Aliun unë ende e konsideroj se Libur e poshtë dha dorëheqje prej ministrisë, nuk dha dorëheqje prej lëvizjes ndosje, veç ta kemi qartë. Tash këtu ishin dy mendime. Mirë po, mendimi zyrtar ku ne e kemi diskutuar në grup parlamentar, që na ka zgjat me orë të tona. Ka qenë që na me qit Ermalin kandidat për kryetar të kuvendit. I ka marrë votat, ecë për para. Ermalin. Pro, nuk ka veç pak. Po Ermalin thënë, apo do me korrigjua ju? Seriozisht Ermalin. Dimalin, falë, se të thënë me Ermalin, se të falje. Me Ermalin dihet i përfaqësuar. Mos për najtë cytë. Ermal, Dimal, ishte aty ishte lapsus. Me Ermalin dihesh i përfaqësuar. Nuk ishte për me, do më thonë, e thonë ashtu, unë e thash shumë qartë. Dimalin, emri Dimalit ka qenë i vendosur në grupin parlamentar të lëvizjes ndosje. Dhe natyrshëm, emri i parapëlqym joni ka qenë Albulena Haxhiu, gruaja më e votuar. Dimali është emër konsenzual brenda grupit parlamentar. Nuk jemi shoku, madje, konsensual brenda VV-s është Albulena. Qysh ka deklaruar Haradinaj për Dimash. Sepse do të po leve çka thot ky? Jo, s'moj me lol. Dimarin e artikull, ashtë njëri për këtyne që ka votu, ashtë unë se kom ditari që ka shruat artikull, se s'po mere me ta, virun njëre i kom pason defatore këti në parlament, kujtojt kuvendit sotëm. A vazhdon tjetë defatore, ta shëllë si kryetar kuvendit? Qka tjetër aj, qka mund me gjenë tjetër aj, më falni në shpreje. Po, VV-ja ja ka propozu kuvendit defatoren për kryetar kuvendit, dhe na ka vëne o votone, o ju blokojmë. VV-ja ka prezentuar defatoren. Kështu i kam hone erë, në atë kohë kështu mu ka do, që i mirë me bo muzikë me def, që ka me hone edhe kështu mu ka do, realisht kërë ka kudështu, në parlament e shifë që atje mënyra që shvolge, është garant të kosh në i farë një qimë shot defit, e këmë hone tiko këj mirë për defatore. Unë e mendoj që Haradinaj e ka personale me Dimalin. Pse? Jo, nuk e din. Me nuk e din. Po jo nuk e din që valla tregoj. Mos që bon lufta atër bashkë. Jo, luftën kom, pas se Dimali besoj ka qenë shumë ai riu se fëmijë për me qenë në luftë. Mirë, lutem. Unë po them që e ka personale sepse Dimali në kuvend të Kosovës në disa radhaze ka pas replika shumë tashme me këta. Para mendojeni një lider si Ramush Haradinaj, një ish komandant i luftës, qohët edhe e bullizon një kolegë të ti edhe i thot devatore. S'kam që ka diskutoj në komand. A mos mundet më konë që kjo një prej tëre? Që kjo status një prej tëre? Me 23 prill 2020. Mos u qo, Dardan të lutë, mos u qo, kër i ledzesh status. Ramushin librari. Shqitja Mirditi a zotërej Haradinaj, a jeni të interesu me blendo një liber, Ramushi jo, falemderit se kom një të shpia. Urime dita libri. Sepse Ramush Haradinaj vetë të thët unë jam i sporte të rënda, si jam i librave. Ja ka kontrastu një gjosë, cilën vetë ka thonë, falja. Me shti e gjojt rezia që kë ka deklaru vetë që Ramushi e ka deklaru gjithmonë. Me qindra libra i lezën. Kush? Vetë, A është cia Sport Tiranë? Se me cia në kish pas komunikim shumë para luftës, Ramush Haradinaj. Ndoshta se ka pas po kaq personale. Kjo e Rubinis din sen. Që vetë këta. Arber, Unë edhe një se... për punën e Dimalit, ju po thoni që e ka personale. Ka votu Ramush. Nuk e zdia ka votu Ramushi për bekën e poshtë, për zdia ka qenë sollë Ramushi. Se di Ramushi vetë, po akaja ka votu. Vetë se mi thonë devatore një devatete. është tjetër gjë, është gjutë e Ramushi. E vërtet. Gjithë ka keni thonë vëlloj, s'keni lonë gjotë zesë për e thonë njëzve. E vërtet. A kriminal, a din, ju mu akuzë bënë. Ma kjo nuk i tha kriminal, kjo i tha devatore. Po devatore ma këtë si kriminalu a? Po jo, ma po kriminalu është e vitë që ta e politik me në i kriminalje që e ki bo.
Qito që të shumë kuvendit, i thëjke kryetorit të atër shumë kuvendit kriminell, kuvend e të Adore Marget si kriminell. Kur dur flaman i dëf. Se cilit njeri që do me vra, dikon ja kështë e ka i dëf. Seriozisht mi ishmon për krimi. Mas ja kish njës prekuran Muroti me bo ligjin kodin penal të riut që to të fature kështë ashtë një kod penal. Si, do më thonë pjesë kodit penal. Unë e thash diçka tjetër. Thash, nëse ka posa akuzat për kriminalitet, Për kriminalitet, i thot kriminell njerit pa kur farë boze. Zoja që po ministre, e drejtësisë. Debator, tu aludu në elemente raciste është më pranueshme. Po mund të dikush me thonë kriminal sepse pretendon që ke bo vrasje. Çfarë rocë ka defi? Edhe çuçi akuzu LDK apo DK-n. Jo, është tjetër çfarë rocë ka defi. Defi o def, instrument. Po debator. Për çfarë aludova, Dardan? Ka mundësi Po luan pra me elemente raciste. Për shto unë e kam probleme me ta. Të spedisha pëso defi rasist. Po, a ne aludova.